Të dashur qytetarë të Republikës, dje përfundoi procesi numërimit të gjitha votave. Ju falenderoj përzemërsisht për besimin e dhënë. Për procesin e shkëlqyeshëm zgjedhor, merita dhe falenderimi i shkon të gjithë komisionerëve dhe vëzhguesve që siguruan mbarvajtjen e këtij procesi dhe ruajtën vullnetin qytetar në kutitë e votimit. Në zgjedhjet e 7 qershorit, lëvizja vetëvendosje doli subjekti i parë politik, me rezultat të qartë prej 47,13%, me gjithsej 53 ulse në Kuvendin e Republikës. Vazhdojmë të jemi subjekti më i madh në vendin kuvend dhe edhe një herë përfaqësojmë shumicën shqiptare në parlament. Kjo fitore e fuqishme që vjen si rezultat i mbështetjes së madhe qytetare do të ishte pamundur dhe pa imagjinueshme pa angazhimin e mira qytetarëve vullnetar, antarëve aktivistëve të lëvizjes që nuk u ndalën së angazhuari e takuari me qytetar në çdo lagje e fshat Kosovës e kudo ku janë bashkëdhetarët tanë në Mërgat. I uroj gjithashtu të gjithë kandidatët që morën besimin qytetar për të qenë përfaqësues politik si deputet të Kuvendit Kosovës, sikurse uroj edhe subjektet opozitare për rezultatet e korrura. Të nderuar qytetar, ky rezultat zgjedhor dëshmoj atë që e tham para se të hynim në këtë proces, se zgjedhjet ishin të panevojshme dhe prej tyre nuk erdhi ndonjë rezultat aq ndryshe nga zgjedhjet paraprake. Tash është koha që të sillemi në përputhje me vullnetin qytetar të shprehur në zgjedhje dhe rezultatin që ky proces ka prodhuar. Nga viti i kaluar kemi humbur shumë kohë dhe është jetike që sa më parë të kemi kuvend të konstituuar, qeveri të re me mandat të plot dhe president apo presidente të zgjedhur. Tash presim certifikimin e zgjedhjeve në mënyrë që të nisim punën në drejtim të formimit të institucioneve të reja. Para nesh kemi shumë punë e projekte që vendit i sjellin zhvillim, shumë marrëveshje ndërkombëtare për ratifikim që i sjellin Kosovës shumë miliona investim, e mbi të gjitha një stabilitet institucional që të gjithë qytetarëve i sjell siguri dhe normalitet. Ju faleminderit dhe mirupafshim.